trajneri Pochettino si duket ka bo për krijimin e harmonisë brenda grupit, ju ka dhënë rast nën futbollist 3, e që në minutën e 99-98 Turqia shënon golin e fitores kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe që bjen sy është mënyrë edhe ndeshja e sotme kundër Francës, prap me kalkulime, Norvegjia, 8 lojtarë në Norvegjia. Këto janë 2 ndeshje të cilet kanë kalkuluar me lojtar, nuk kanë qenë përbërjet e para, dhe sot Dembele shënon më duket hat-trick apo? Po. Dhe tash është ngarë me Mbappén për numër të golave. Këto 2 ndeshje binë në sy që nuk paraqiten me përbërje të parë. Jo, e kanë siguru, po sigurisht e kanë siguru dhe dëshirojnë mi dhënë rast të gjithëve sepse botrori është për të gjithë, edhe pse kanë mundësi, do më thonë, pasi kalojnë dhe nuk ndryshon pozita e tyre në tabel, nuk ndryshon as për kundërshtarën e ashëm, se po të ishte i rëndësishëm rezultati në ndeshjen me Turqinë, Amerikanët kishin qenë me përbërje të parë, e njëjtën gjë kishin bërë edhe norvegjezët. Këto janë 2 ndeshje që binë sy tash për tash. Ka pas qarkullime prof lajm në fakt që edhe Messi vetë ka kërkuar trajnerit që të mos inkuadrojnë në ndeshjen e tretë, të jap hapësirë futbollistëve të tjerë që të luajnë dhe në mënyrë që të pushojnë përgatitet sa më mirë për fazën tjetër. Messi, po një gjë, po i them që këto më mirë se trajner që i kalkulojnë nuk e bën askush. Jam i sigurt që te stafi trajnerëve kjo ka qenë në plan dhe mandej i atribuohet yllit futbollit, edhe sigurisht ata i kanë para llogarit sepse ekipet punojnë në këtë drejtim dhe po mendoj që nëse nuk ndryshon kundërshtari, pozita e tabelës nuk e ndryshon kundërshtarin, se po të ishte ndonjë kundërshtar më i fuqishëm, atëherë sigurisht se ata dëshirojnë me arrit rezultatin që me ik njëri tjetrit, sepse këto ekipe të mëdha siç janë Franca, Anglia, Gjermania, Argentina, pastaj Holanda, janë ekipe të cilët shihen qartë që janë pretendent në saj të lojnave që po i tregojnë, dhe deri tash mu po më bindë mas shumë ti Franca me disiplinë loj, me kompaktësi, edhe pse është një handicap aty sepse trajneri o dashtë me utu për shkak humbjes antarit familjes, nuk është në botror sa e di unë. Po, të Franca. Dhe edhe ajo është një handicap shkakton